edhe duke protestuar në mënyrën e tyre, pra protest duke rënë violinës. Dhe sot, pra, iranianët janë në festë, sepse për ata është një fitore e madhe. Dhe në vërtet, në fakt është fitore e madhe, ti bësh ballë amerikanëve nuk është gjë e vogël. Pra për vendin e tyre, asnjë objektiv nuk u arrit, as qendtarët bërthamore nuk u zhdukën, nuk u shkatruan, as uraniumi i pasuruar nuk u zhduk, as regjimi nuk ndryshoi. Thjesht, sipas iranianëve ranë dëshmor disa njerëz, të cilët janë zëvendësuar nga njerëz të tjerë, po aq të aftë ata që ishin. Pra iranianët tani, madje do të ketë dhe nga ata iranianë të cilët janë laik, të cilët janë disa për ty janë edhe racist, të cilët tani hajde mbaj. Pra, ishin civilizim i vjetër, tani mundën dhe Amerikën edhe nuk ka njëri që i mban më pasaj që e mbani ignorancën e shtresave që janë të cekët nga mendja. Kam edhe dy, po ndjes edhe ju ndërpreva. Jo. Kaq kisha. Kam edhe dy pyetje të fundit. E para, Amerika me Iranin e vendosin rapprochimin, po Tirana me Teheranin, çfarë mendoni? Edhe e dyta, ju do ktheheni tani në Iran pas qetësimit të situatës apo do prisni çfarë do ndodh mas 2 javësh? Tani, kjo është fatkeqësia më e madhe. Unë kam thënë më parë që, okay, ne po e shpallim shtet terrorist, por në rast se Amerika bie dakord me Iranin, ne çfarë të bëjmë? Sepse gjëra që ndodhin ato, tani kur ti futesh në sherrën e 12-ve, mbetesh më i humbur ndonjëherë kot. Pavarësisht se nuk kemi se çfarë humbim, se nuk është se kemi marrëdhënie me Iranin. Por më mirë do të ishte që të kishim marrëdhënie me të gjitha, të përfitonin pak nga të gjithë. Pra, kemi marrëdhënie me Amerikën, ti marrim ato të mira që mund t'i marrim. Kemi marrëdhënie me Iranin, ti marrim ato të mira që mund t'i marrim. Çfarë duan? Duan të ndërtojnë metro. Urdhëroni ndërtojeni. Pra, çdo gjë do të bëhet në të mirë të popullit, në të mirë të vendit tënd, jo në të mirë të tjerëve. Dakor, ti mund ta ndihmosh mikun, por deri në të sakta nuk të dëmtohet populli yt. Pra nuk është e logjikshme që ti të dëmtosh familjen tënde, bijtë e tu, gruan tënde, nënën, babain, për t'i bërë nder një shoku të cili as nuk e ke për borxh. Pra nuk bëhet nder duke i bërë dëm familjes e vetvetes. Por besoj se vallë parë është mirë që u shuan tani dhe zërat që po brohorisnin fort për dëme që do të bëj Irani në Shqipëri, gjë e cila nuk ishte e vërtetë. Madje duke thënë me celula e gjëra të tilla që unë nuk kam parë në histori që Irani të ketë celula që të bëjë sulme terroriste, pra nuk është ky formati i Iranit. Pra nuk kemi të bëjmë me Al-Qaida, ISIS. Do qoftë të kishin një rrezik, ishin po ata iranianët që ne i morëm me vetë dhe u hapëm derë. Pra i vetmi rrezik, sipas gjithë analizave që bën, ishin vetë ata që ne i kemi atje. Meku. Pra të cilin vetë pranuam dhe e sollëm në vatër. Por besoj që sepse ne kemi një fatkeqësisht kemi disa njerëz të cilët janë aq sa han lëpirës, saqë nëse do të supozojmë se Irani do të ishte superfuqi e botës tani në vend të Amerikës, ata pavarësisht se ta vendosësh këtë çam do të bësh shkollën, do të marrësh leje nga dietarët. Ata do të vendosin edhe çallën, vetëm e vetëm për t'i bërë lajka regjimit iranian dhe për të marrë ato para që marrin, ato pozita që marrin. Dhe gratë, gjithashtu burrat do të vendosin çallma dhe gratë do të vendosin shamin. Prandaj është fatkeqësi e madhe që ka njerëz të cilët i përkasin kësaj lloj mendësie. Por besoj se për shkak se ne populli shqiptar jemi pafajshëm dhe nuk u kemi bërë dëm ndonjë populli tjetër dhe nuk i kërkojmë të keqen askujt, besoj se fundja Zoti do të bëjë diçka për ne shqiptarë që të përfitojmë ndonjë gjë të mirë. Ju keni vendosur për të ardhmen, do qëndroni këtu apo do riktheheni? Sepse situata atje ju detyroi të riktheheshit. Tani nuk përmend janë në Shqipëri.
Edhe unë në fakt kisha plan të kthesha në Shqipëri në verë, po kjo i përshpejtoi pak gjërat në mënyrën jo të duhur, por për momentin janë në Shqipëri dhe synoj të mbetem në Shqipëri. Por gjithçka mund ndodh, nuk i di tjetës. Unë mund të shkoj edhe në vende tjetër, nuk është e thënë vetëm në Iran. Për momentin planet janë për në Shqipëri. Dhe shpresojmë që të vendoset paqja, mos ketë më luftra dhe shpresojmë që Trump të jetë i sinqert në atë që thot, pra që do të ketë një kohë të artë për lindjen e mesme. Sepse po jemi brenda 24 orëve nga shfarosja tek periudhar, kështu që shpresojmë të jemi qëndrojmë te kjo, e dyta. Është një person i habitshëm, është i pa nuk mund t'i paramendosh lëvizjet e tij. Por shpresojmë që të ketë paqe atje, sepse dashje pa dashje ato mendësitë e lindjes së mesme ndikojnë edhe në vendin tonë. Se për sa kohë që ka investim nga ato vende në Shqipëri, pra kur dikush investon dhe financon, sjell dhe mendësinë e tij. Dhe kur vjen mendësi nga një vend i egër që është në luftë, sigurisht edhe mendësia do të jetë e egër. Por nëse vjen nga një vend më i ngrohtë që është në paqe, atëherë kur je në paqe nuk ke më mendjen për luftë apo retorikë të ashpër apo thirrje raciste apo thirrje antisemitike, le të them. Apo edhe thirrje anti-shiite, çfarë do qoftë. Nëse ai vend është në paqe, atëherë investimet bëhen për paqe dhe për prosperitet. Nëse ka luftë, atëherë vrerjen e tyre do të shpërndajnë në çdo vend. Bashkohem me atë që ju sapo thatë më lart dhe me lutjen që konflikti të mbyllet përfundimisht dhe kjo paqe që është arritur tani për këto 2 javë të vazhdojë edhe pas 2 javësh, edhe të kemi një epokë të artë, jo vetëm atje, por sikur e thatë ju që do të ndikoj në të gjitha vendet edhe këtu tek ne, duke filluar nga ulja e çmimeve që shpresojmë të reflektohet sa më shpejt, por edhe tek jeta e përditshme, sepse konflikti atje, duke sikur jemi në një fshat të madh global, kanë ndikojë edhe këtu në jetën e përditshme. Enio, të falenderoj shumë për bisedën. Lutem, ishte një kënaqësi dhe shpresoj më të mirën. Faleminderit ju.